Kullat tona janë shpërda kodër më kodër. Si kur ti ishin ma të bashkume, do na duheshin ma pak shtylla e tel. Thonë se të pare tani ka nërtu kullat kodër më kodër me pasë kur vjen turku e me dhanë kushtrimin. Kush ta tha? Nga plesht e kam ni. Jo mëre, janë rujt ma fort për njani tjetërit. Edhe pak do. He bardhak bibe, në resnu e gjok, djem mat mirë si ban kjo tokë. Me qo elektrikun kull duen 52 km tele i mi shtylla. E ban hesap inxinjerat. E di, ma tha kuretari. Dil pak ma poshtë se t'ka taku kesha jo rajet e kam. E shof dreqen. Unë i gëzohë ma te për radje se sa dritës. Radja është gjamave. Besa dhe unë. Alo, Rsheni! Alo, Rsheni! Marrë spitalin! Spitalin urgjent! Bautrim, do të kaloj dhe kjo. Si thua? Ka me kalu se zban. Ose mërzit të bardhak. Fraku dëshnoshet e gjithë shka të rregullohet. Vjen maras pse me nollë se kisha mujt me pret dërshëraj që nga të rej kamen. Të rrit merë. Kjo është me nerë. E po ba me dit njeri u shumë gjana kishte me ba bardhak.
Si ja froku? Vrane mos e mërzit. Froku është më mirë. Doktori thotë që në Tiranë. Dit, Sokol. Edhe ti Martin, hajde një të marrë. Jo mëre pashaneri në u dashte që i vetë në shpinë E dërin po tja. mirë rriti dit. Hapuni. Ma e vetë. Në frok. Frok, mos u mërzit. Se për djalin e për dranën kujdesemi na. Ty e tjetër. Tu e tjetër. Si është froku, doktor? Këmbën e majtë e ka pak keq. Si do i bëhet? Do shërohet. Gjakun i ndaluar. Lumë dhe. Faleminderit, doktor. Ju në shpëtut njeriun tonë. Po të kishte ka një kohë tjetër Orbora, do i dilte tanë gjako vdiste. Ashtu ka qenë dikur. Bile sa herë vetë malsorët derdhnin gjakun e njëri tjetrit kot, apo jo? Mara po. Fjale drejt. E po kemi qenë veç boce me bajraktar të kryt. Falemderit partisë o burra që i kujdeset ka që fort për ne. Lumt goja. Pa parti, do të kishim met ashtu si kemi kanë. Lumë gojë Nikola. Ashtu është. Doktor, a ban me të pyet diçka? Sa duash. Më lam një ky krah, sa skazme nuk mund të me qu. Ka shumë kohë? Tash 2 vjet që e kam një sa shkon e ma për dreq. Po si të dhënë? Sa filloj me punu, mbi dhe do pësohet sa singar nuk mund të me drall. Po krau tjetër. Jo, krahin tjetër kam të fort. Që ta marrish vesh, doktor, pa hy partia ne, më ka ngel një plumb këtë krah. Plaga më shnosh e krahin e kishen për bukuri. Pa ta shohim. Thën vet, ban vaki tash u kujtu. Të dhënë? Bash një aty. Jo ban vaki. Po ky është shkaku. Si e ke marrë të plumb? E kam kujtim për një shoqi. E ka plagu deda, kanë kënë gjak. Atëherë pështoj, për druse po e mërë tesh, e ngel gjaku po e marë. Mos fal marr pralla. Po pse jeni vrar? Historie gjatë ju jeni përngut. Po bjeri shkurt. Nuk mundën me tregu, doktor. I vjen rënd. I ka pas nga tru bajraktari për 2 ok misër që i ka pas marru ha baba i gjinit babës dec. Për 2 ok misër? Po përbes, për 2 ok misër, u vran në burra plagosa unë. Po tjetojshin do t'ishin punëtor të mirë pleçturt. Me ata burra që janë vranë malsi për punë gjaku, do ishte ba një ushtrim i dalë në balë gjdo në miku. Qëti bash? Zakoni. Kanuni. E tjetë plumin tanë duhet ta heqish sepse mund të bësh viktime fundit e kanunit, dëgjove? Mirë, doktor, po, si ta heq? Ta heqin kirurgët në Tiranë ose Shkodër. Do ta heq se s'ka mundësi me dëru ma, kam me të mrapa prej shokve. Doktor, apo mërë dhe mu bash me frokun? Me gjithë qef, po s'kemi vënd. Sheshi, gjinit tënë me kurcy parat e bilet. Praj marë drejt! Tyre tjetër. Rrugë të marë. Hajtë rrugë të marë. U këthe shtë është e mirë frok. Tjetër. Si keni punët? E qka, doktor? Si e trimi marsis? Doktor, këtu s'ka 3.000. Po si, po të kesh besim dhe kuraj, do të qëroj shpejt ndryshe. Po, ka pak temperaturë. E natyrshme, të gjithat traumë. Pozicioni shumë i mirë. Tani duhet luftojmë kundër infeksionit. Antibiotikët po ja vazhdoj. Mirë, durim. Ja të qikojmë.
Doktor, do të hec me këmbët e mia? Ashtu si më parë. Doktor, mund të largohem një minutë? Alo? Mirëmjes Naim. Mirëmjes. Si kaloi roja sonte? Ti si qetë, patëm vetëm një urgjencë. Vera, duhet nisem për Kurbnesh. Dosjen. Ku e qetë sot nesër është e tjerë? Shtye për të hanën. Nuk ka mundësi. Është puna e saj iniciativës. Si? Është puna e saj iniciativës rreth shpëtimit. Ata janë përgatitur për provën, prandaj duhet nisem patjetër. Asa tjesë të lërahat shpëtimi. Mos u mërzit, mos u mërzit. Mirë Naim, rrugë të marë. Shiko, mos harro të marrish bijamat. Mirë. Kur do kthesh? Mas të rëdiq besoj. Miru pafshim. Një gjo, shiko mos gjend nga jo copa për perde. Mirë, u pafshim. Rrugë të marë. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Që kemi shpëtim? Na mori malli. Ke ardhur në Tiranë dhe s'm ke taku. Ka marrë dhe kam ikë mërënda ditë. Si është Vera? Mirë, të të fala. Ti si i ke nga shtëpia? Mirë. Besoj ju lodhët. Rruga nga Rshani e Kneja shumë e keqe. Jemi mësuar, nuk në ban përshtypje. Si jeni ju shoku Refik? Faleminderit, shumë mirë. Po, që kemi këtë shpëtim? Juve ju prisnim. Na lajmëruan me telefon nga Tirana se u niset. Doni të vendosni rekord botror në shfrytëzimin e mineralit, e? Po t'jete mundur, pse jo? Rekord botror në viktima. Për ne kryesor është njeriu. Por sistemi i ri është paq i sigurt sa dhe sistemet tjera. Me të vetmin ndryshim që nuk është vënë në jetë akoma. Ne atë po bëjmë. Do të shohim. O, të një tjeta. Këse në ardhë. Ju një tjeta, burra. Des elektrovazi! Inxhinier, këta më duket kanë ardhur si matmenqun. Është mirë kur diskutojnë shumë shok. Ai vjetri ka eksperiencë të madhe, por është konservator. Çfarë është? Ecën me të vjetër. E kuptova kur folin mbledhje. Ai pe dy vagonat e fundit kur kaluan. Jo, Nuk ishin mbushur mirë. kush e di si kanë ndodhur? Më voni thuaj Pietrit mos gënjej veten, të mos gënjej dhe të tjerët. Kjo është pasuria jon. Kështu është inxhinier. Më duket sikur po shkojnë provim. Provim kam unë. Unë jam nxënësi, ti je profesori. Ne jemi shok, leri ironit. A nuk ke ardhur këtu të kontrollosh punën time? Leri këto. Ti si shok i mirë duhet ta kishe diskutuar me mua sistemin e ri. E po jemi larg. Por ne diskutuam në kolektiv, atje gjeti aprovim të plot dhe kjo na e shtoi besimin. Megjithatë unë jam shoku yt. Pranaj dhe shqetësohem. Faleminderit. Sistemi i ri ka pikat dopta. Ne ju a shpjeguam, por juve nuk ju bindin argumentat tona. Kështu ndodh kur je larg me njerëz. Ti mbështetesh tek kolektivi. Por nuk duan vetëm entuziazëm këtë çështje. Dëgjojmë. Për mua mendimi atyre që do ta vënë jetë sistemin e ri është kryesori. Mirë, por mos harro se po doli pa sukses prova e sotme, autoriteti yt ka marrë fund. Ile, ata do të jenë të parë që do të kritikojnë. Nuk kam menduar asnjëherë për autoritetin tim. Kam menduar për punën, për njerëzit. Mirë.
tjeta, si ke punë preng. Ky është fronti përgatitur për sistemin e ri me shëndje. Si që shifni, të dyja furnelat janë... Teorinë e bëm në zyrë, inxhinier. Tu s'ka nevojë për shpjegime. Punimet përgatitore janë konsiderueshme. Shumë e vërtet. Po shfrytëzimi këtu do t'jetë zinxhir. Do me thonë, kohën ku këtu do të pastrohet minerali, ma poshtë do t'jetë ba gati vendi për plasjen e dytë. Pastaj rendimenti i lartë do t'i kompensoj shumë herë shpenzimet për punimet përgatitore. Kjo deri diku është e justifikueshme. Kurse aplikimi i këtij sistemi në minerat e bakrit, ku pjerësia e trupit është e pamjaftueshme, më duket aventurë. Më vjen keq. Ju jeni inxhinier. Me zvoglimin e lartësisë niveleve, kjo arrihet. Nuk më mbushet mendjen, inxhinier. Ne që punojmë minjer, na duket që kjo ka mundësi më ba. Vetë se minatori duhet të zëtnoj më mirë zanatin e vetë. Se si del me libra, me thanë drejten, atë e dini ju. Shoku tha të vërtetën. Çështja e kualifikimit të minatorëve është pika kyçe. Sa brigada do të punojnë me këtë sistem? Aq brigada sa do të kërkojnë frontet e punës. E pamundur. Juve nuk keni njerëz të kualifikuar. Një brigadë mund ta formoni, kurse masa tjetër është e paaftë për këtë punë. Duhet të kualifikohen njerëzit, përndryshe aksidentet do të jenë të përditshme. Kjo nuk lejohet. Njerëzit do mësojnë duke punuar. Brenda një kohe të shkurtër gjithë do ta përvetsojnë metodën e re të punës. Në fillim këta kanë qenë fshatar, sot janë minator. Ju nuk jeni të fol mirë, shoku i deleguar. Unë nuk jam i deleguar. Çfarë do që jeni, nuk jeni të fol mirë, apo jo? Ashtu është, Leshi ka drejt. Këtë mos ta zgjasim, më mirë tani le të bëhet plasja. Unë mendoj se Leshi foli drejt. Njerëzit tanë kanë mësuar në punë dhe kolektivi ynë nuk është turpruar kurrë. Prova do t'i tregoj të gjitha. Shkojmë? Shkojmë. Shish far mineralit çoku inxhinier. E shoh Mark. Fitove. Fituam. Urime. Faleminderit shumë. Urime. Nikol, doqë Nikol, më rëzja. Po përbes. Urime. Profesor, pse u mërzitet? Ty nga tjeta jo i burra. Me tjeta. Nga tjeta burra. Me tjeta. lodh burra. Të nga tjeta Nikol. Me tjeta. Marrin turnin. I njeh ti këta? Me shifra. Sa e kanë realizuar dhe te i kaluar planin. Hajtë shkojmë mos na kërkojnë. Rime dhe pak. Je i knaqur? Ti gjonajmë. Puna në ministri nuk ishte për mua. Jam mësuar me këta. Me ta merrem vesh kollaj. Me njerëz të thjesht si kur pastrohesh shpirtërisht. Ke ndjerë ndonjëherë ti këta? Ka patur raste.
Pastaj, kjo është puna jonë. Punë ka edhe atje plot. Bile shumë dobishme. Po tjetër punë është kjo. Natyrisht. Prandaj dhe unë kërkova të largohem. Dhe jam shumë i kënaqur. A e di pse të pyeta? Jo. Kam vendosur edhe unë të largohem. Mirë do ishte të vinja këtu. Më pëlqen. Ndoshta nga që je edhe ti. Vjet kur ta thash e solle vërdall. Ma jep ta nese mu fik. Apo vini inxhinier? Ja, pas jush. Shkojmë. Shkojmë. Anjeve, kur të bash operacion qa fjall? Të ka kësi me arë kryqet e të i plak. Rrimaj se pa në hupa t'jem Tiran. Po mujt e let vi i kolla. Ti mos luj vendet. Hajt miru pashim edhe i herë. Kjoft rruga mare këtheshnosh. Nadia, mirë drana. Mirë se vjen, a mujt e baca gjin? Nga dal, si e? Mirë, Apo mërzite? ka pak. Ma e veten, çka do me thënë Frankut? I thuj se djalin e ka këput malli për te. Po deshti le të shkruj në letër. Mirë. Na gjithë mirë jena mos t'ket marak. Do të isha e kam fut këtu në shami. E qati duhet ma, le të qoj fjallë. Në rregull. E tjetër i thuj se bardhoku a duk shpesh këtej. E i falet me shnet. Shnet pas. Kur të kthej, thuj të blej në gja për djalin, sa për shej. E ka marak vet. Po prej te, çka me thënë? Po, kur gja? Hajde i herë të baba gjyshi ti. Hajde. Hoppa! Pra, rukë i herë baba gjyshin fort. Fort. Puthe, edhe herë. Qëka të me të për baba gjyshi prej Tiranit? Një pal këpucit. Këpucit lullit, the? Një Ti bje baba gjyshi këpucit lullit edhe i push. Rapatushi baba gjyshit. Të mlarë shatë keshit. Shko me dranën të shpia të ashti. Hajt, miru zjetësa. Hajt mirë arç. U dhe marë, baba gjysh! Marë pas. Mos thuaj vera se në emërimin e studentëve janë bërë plot pa drejtësi. Unë mund të them raste sa duash. Sa duash jo, në një edhe mund të ketë. Si mendon ti bashkim? Të caktuar në qytet nuk ka padrejtësi. Të caktuar në fshat atëherë ka padrejtësi, apo jo? Mos i ngatrojmë gjërat. Unë thash, pse të caktohet ai gjikaft si kush e di se ku, dhe ai që s'bëhet kurrë mjek të rrinë në qytet. Kjo s'është e drejtë fare. Do me thënë si pas teje fshatari është pacienti i cilësi sult, nuk ka rëndësi kush e mjekon. Pacientët janë gjithë një lloj. Ne kishim fjalën tek mjekët. Mjeku nuk konceptohet dot pa pacientin. Po ti më duket se ke hallin te vetja. Je caktuar në rrshin, prandaj na e bën këtë muhabet. S'është e vërtet. Po ti ishte ashtu do kisha gjetur dhe unë ndonjë mik. Unë mora mjekësin pa në një këndit, se kisha pasion. Më caktuan këtu, po ju betohem pa në rryrin askujt. Më fal lutem, unë se kisha fjalën për ty. As që më shkon ndërmend. S'ka rëndësi. Jo të më besosh, a? Të besoj. Megjithse je i pa besë. Unë i pa besë. Ti, mos më bëj ta them. Thuaj e vera. Ta lëm. Po ti jesh pra një kirurgu si doktor Plumi, është me të vërtet një shkollë e dytë. Kjo është puna. Disa operacione jam i detyruar t'i çoj në Korçë, se nuk mund t'i bëj dot vet. Po një pjesë të madhe të operacioneve do t'i bësh ama. Po mendo çfarë lehtësie i krijohet Erseks. Nuk them. E shikoni dashur bashkim se edhe fshatari nga Erseka ka drejt marrë rinimin e parë mjekësore njësoj si në Tiranë. Diskutoni rinia. Vetëm me zemë të ulë se dëgjoni deri në fund korridorit. Mundohemi t'i mushim mendjen bashkimit. Jo, unë jam i qartë doktor, po vera kujton se çdo gjë në botë është në rregull. Në rregull nuk është, po të ta vëmë në rregull. Unë për gjysmore kthehemi. Si do qoftë, po të më kërkojnë, Më kërkoni në pediatri. Shumë mirë. Operacioni u bë në rregull. Mbas 2 orësh mund të hyni. Ju lutem asgjë.
Ja krevati juaj. A jeni? Si jeni burra? Dumja tjetër. Dumja tjetër. Vej këtu. Qa është këtë djallë, mare? A është i marra përsi? është satiraqi. E kemi komikun e dhomës, na bën për të qeshur. Pse i shtru? Du me zjarë një plumë që më ka mbet në krah tash 27 vjetë. Sa? 27 vjetë. Po mirë, nuk të dhem? Kur punoj e njej shumë. Selo, Urna, a se buam ki shoku më? do të nxjerrë një plumë nga krahu, ka 27 vjetë që e mban. Si derri eger, po derri s'ka faj se s'ka kush janë zjarë. E pse flet kështu ti mërë shash? Nuk kene ardhë këtu me na fyë. Mandej, ku do me dalti? Malsori nuk ka shthej për njeri. Tara shakate. Po pse ke majt kaq shumë këtë plumë? Nuk më ka gërga, edhe unë se kam gërga. E kemi zakon ne. E lam punën derisa na shtrëngon, pastaj shkojmë te mjeku. Po ti, pse je shtru? Të gjithë kemi nga i gjë. Kush nga stomaku, kush nga kama. Kursa i shoku atje, vun nga i gjë që s'thuhet. Do me të vetë diqka. Urna. A din gjan, ku është një frok që ka vra kamin? A, froku. Po më duket e ke këtu në dhomën për karshi. Po shkoj ta shoh se kam edhe do porosinë. Shko. Nga tjetër shok. Frak. Bacagjin? Po si e frak? Njën serë dhe bacagjin. Si e njën vetën, a komin se e ke, a dhimja ke pasa? Kaluan tranat, dhima më ka hik. E që po më kësën për besë, dhe më thënë po shnosh, e? Po. Shumë mirë. Si e mërshës? Masë mërzit. Pa më thuj një herë frak. Qëfar të thëmë ma parë? Pune e keshe ke bëllë, po doktor mirë kishin kënë. Dhe more në më quen fill e në salt operacionit. Më vunë barin e mos mora vergjan vetëm kur e kam pa vedin këtu kum pa ti tashti. How? O, vaj bari, gjamat keshe s'kam pa. Ma nej filluan dhimbat. Dytit e dynet, pa fe. Me bërtit në kup qilës, po që me i banë marrë, se i thëmi vetit burra, se... Mos bre? Po, për bes. E po shku me të haru më frak. Shqyqër si e ke e kamen ma mirë. Falinderes. Ku po shka? Në tulli mi idu. Sa ka marrë ty kam dash me të pa. Këtu nuk njoh njeri më hipi pak si mërzi. Prej ka të unë gjithë të falin me shnet, si të mos bardhoku. Të shpia i ke shnosh e mirë. Dranja që në të fala e thot mos u bën as pak marak për ne. Po Gjergjin e vogël, si e kam? Si kokra mollë se ke. Kryetari, sekretari në mënyrë të veçantë për shnesin e të vërojt shnosh e sa ma parë. Kjo fshin shnosh. Bardhoku desh me ardhe të pa, po se la kryetari. Punë ka mjafti duhet me zjarë shumë shtylla letrikut. Mandaj kryetarin porositi me të thoni. I thuj frokut në kjo se do vënosh ke për ta gjetë letrikun të shpija. Jo, për bez dritën du me nes vetë të shpije unë. Inshallah. Në cilën dhomë kanë sëptu? Këtu ka shitejet, po në ma shumë ka mendaj me ty se atjes një kërkën. O, mos të ba marak se ke për të njofte ke me pas biseda boll. Tu zdim gjanë tjetër në vetë muha bete gjumë. Bukën në bjen të krevati edhe berberin. Ashtu? Bukur. Po që kemi tjetër asaj malsie?
Pun. Sekretari than mbledhjet kooperativës. Froku ka diftu trimni e guxim. Vuni vetin në rrezik e pështoj jetën e shokut. T'levdoj ty sa s'ka marrë, Frok. Çfarë trimni e dreç. Bardoku ca s'era trungu për midis e to put ndysh. Kursun pak vrava kam dhe tash po shnosh. Unë nuk di ç'a thuti veç kur t'vish atje kena me pas fest. A ban me langit motet. Frok, Edhe gjulpanat I kemi racën për ditë. Dhe me thënë vendose gjithë. Vendosa. S'po mund e dërej ma. Tupfer. Shikoni këtu. Stavri. Stavri ka dalë, doktor. Sa herë kemi thënë, kur kemi raste të tilla, asnjë rit mos mungoj. Si do të mësoni ju? Këtu duhet patur kujdes se kalojnë vazat, ja ku I kemi. Edhe mjeku me eksperiencë mund të gaboj. Klem. Vera. Na ka ardhur një malsor me plumb pushkë në shpatull. Mirë po ka filluar të ketë shenja paralize pas 27 vjet. Mund të më thoni arsyeën? shkaqet mund t'jenë disa, doktor. Po cili është në rastin konkret? Kur të ekzaminojmë e shohim. Natyra është e çuditshme, 27 vjet. Ai mund ta mante gjithë jetën pa shqetësime. Ka plot raste. E shtrova unë sot, është nga Mirdita. Po keni kujdes, ju lutem. Na shtyn nga mbrapa më shoqë. I ke ladur? Steril? Naim, sante duhet bësh banjë. Kush e di se ku ke fjet? Në hotel? Ku? Duket. Aman na ndaj drekën se vdiqa. Nuk është bërë akoma. Pastaj ndaje vet. E fillove të çoje deri në fund tashti. Kështu po ma hipën në qaf. Banti se je I fort. Perdet I bleve? Nuk gjeta. Po si e kalove? Mirë. Bëri në zbulim të madh shpëtimi? Ate që nuk e bën do t'i të shoq. Kur e bën shpëtimi I më shoq jam e sigurt se e bën. Nuk e bëj. Na dha një mësim të mirë. Kur është bërë kaq I Zoti? I Zoti ka qenë gjithmonë ai. Ti ishte I Zoti e manin ministri. Ai vetë kërkoi të largohej. Çdo të thot shpëtimi. Ate e dim të gjithë. Ne shkuam si profesor dhe ikem si nxënës. Kemi ngelur prapa nga jeta. Kush? Unë radhë të parë. Puna në ministri është e dobishme, por atë mund ta bëjnë edhe tjertë. Atë e din më mirë ata që të kanë caktuar. Më mirë se unë s'mund ta di njeri. Lutem shumë. Ti je mjeke. Çdo të thoshe ti sikur qonin ministrinë e shëndetësisë. Pse të më çojnë? Po ja, të drejtosh punën e shëndetësisë. Unë jam kirurg e dua të punoj. Po unë çfarë jam? Unë ku duhet punoj? Atje ku punon?
Po mirë, ti e kirurge. Ç'na hap këtë muhabet tashti? Atje kuptova se jam larguar nga profesioni im. Pse na man konferenca? Shkoll dhe maroj. Unë nga ti kërkoj përkrahje. Pse flet kështu? Ti në minjerë ke qenë? 1 vit. Para 3 vjetësh. A e kupton që unë po harroj profesionin tim? Naim, që kërkon nga unë? Të të them mirë? Nesër do të shkoj minjerë? Lërë këtë muhabet, sa ke ardhur? Po ne jemi parë mirë akoma. Unë se marrë vesht përse i hapë unë vetes. Njëris në të razon. Hajde, mjaft ashti. Në darkë do të shkojmë te mamaja, na ka ftuar. Mirë. S'merret vesh punë e këtij saati. Kur është në dhomë punon në rregull. Sa edhe mi radio një letra, pa her 5 or 10 minuta. Si ta ketë hallin kënën? Urdhëro? Saati. Mund të influencojnë fushat elektromagnetike të radios. Fushat. Po mirë, të lëmë në dhomë atëre. Po e lëvizë edhe njerë gjurpere nga plusi. Lere sati në vënd se do na e prishësh fare. O, të ecë në rregull, kjo të prishet fare. Mama, henën do blejmë divanletën. Vërtet? Çfarë ngjyre? Mua më pëlqen bezh, po nuk jam e sigurt. Naimi nuk mje pas një menim. Si më këshillon ti? Rife. Naim, ngjyra bezh ishte e bukur, nuk të pëlqente? Jam plotësisht dakord me gruan. Kush e dëgjon pastaj? Nuk ka pik gusojet. Çpret nga fshatari. Po ti nga je, më i bi. Po unë jam rrit në Tiranë, babi. Po i tatë, ku është rritur? Megjithatë ti nuk dukesh fare si fshatar. Po pse, si duken fshatar? Po duken paktën nga ecje. Si Naimi që i bën hapat nga 2 metra. Kurse ty nuk le fundit i bësh as 25 cm. Mire ke. E ka dalë burgadashe të ramekish. Kam parë një vajzë që nuk mund të do në autobus e pengon të fundi. E blokoj tërhyrin. Pasaj ardhi një ushtarë dhe ngriti, hoppa! E motitet ati ushtarit, e që nuk i tha, ignorante, s'ke turpe. Unë do t'i thosha falemderit, nesër mëngjes më prit prap. Aj. O, babi, ju s'prali një fare të mësojnë. Hanajnë. Që të bëjnë Naimi? E beson? Po harrojmë profesionin ton. E ka fajnë fundin ngusht? E di që më tha një dit? Bën mirë ta të veshësh edhe ti fund ngusht. Do të rregullon të hapin. Imagjinon. Po që ti them, babi, nuk ecim kur në një hap, në tërheq zvarë. Palera të tashti ti dhe shëko mua. E më i grua, shpo në kolondris, do ta mëson të për nesër. Kur të bëhet, të tash. Ja ne tashi të ta fusim në fund. Duke dje e mirë. Nuk bën gjë të keqe mamaja. Po ti më i bi, ke theru njëri sot me këto duar? Mos na i neverit kekun. Si për dit, baba, operojmë dhe shërojmë. Do t'je mirë që disa njerëve të bënit operacion në kokë. Të rregullonit mendimet. Fatkeqësisht për këtë duhet kirurgjia menimeve. Pikërisht. Operacionet tilla njeriu duhet bën rreth palën vetvete. Po na mban fjalim? Keq bën? Nuk keq bën, si thua ti Naim? Jeta sot po zihen. Edhe nuk duhet ngelur jashtë kësaj vale. Se mund të nollesh në fund kur duhet të jesh në ball. Po ti ku je? Të them të drejtën, deri dje kujtoja se jam në ball. Sot nuk e di se ku jam. Po ta them unë herë. Në krye është e që gjinet në ball të frontit. Atje në galeri. Baba, po Naimi bën një punë të madhe atje ku është. Riza, Naimi e di më mirë punën e tij dhe lere ra djalin. Jo grua, jo, atë që ti e të përshpërisin në ndekën dhe e po e them unë më mirë. Nuk e do të më shumë. Ne kena artërim, babi, konferenca kena për ditë në punë. Po pse na i mërzit fëmijët? Nuk e dëgjove kur tha se ka harruar profesionin e vet. A e kupton ti ç'do thot kjo? Ne u mbasim një inxhinier për të fituar zyrtarin. Burokratin thuaj më mirë. Daç edhe burokrat. Riza, ti si je në rregull? Njerëzit kanë ardhur në shtëpinë tënde, punë është kjo? Cilë njerëz më? Po këta e fëmijët e mi. Ai kjo. Njerëzit. Ke drejt.
Ti më duket ke marrë një vendim. Po. Me mu, ke nërmend të bisedosh? Po. Atje në minjerë kuptova se jeta ime është pa emocione. Pa gëzimet që je puna. Ato të cilat ti I ke. Dhe ti do të mi heqësh mua dhe ti marrish për vete? Atje do t'jesh përsëri mjeke. Unë jam kirurge. Unë do të krenohem kur thonë se filan minatori apo fshatari, doktoresh Vera I shpëtoi jetën. Kjo është shumë romantike. Të lutem bisedo seriozisht. Mua vendimi yt më duket shumë egoist. Unë nuk detyroj të vish me mua, por të lutem për diçka. Mundohu të gjesh edhe në spitalet e minjerave ato emocione që jep kirurgjia. Unë mendoj se ka plot. Natyrisht nuk më detyron dot. Kurse sa për emocione mos fol. Ti tashti zbulove bukurinë e punës tanë. Të më thanë që vendimi im është I drejtë. Vendimi yt mund të jetë I drejtë, po unë çkusur kam. Ti do t'jesh mjeke, jo përgjithësi për punët e shëndetësisë. Naim, unë nuk kuptoj. Përderisa nuk të detyron njeri të hikish e të prishësh qetësinë e shtëpisë, më duket me një lehtësi. Osvaldo. Nëse je penu që u martove dhe do të largosh, nuk ka nevojë gjesh ti dha rrugë. Kam ditur se kam një grua të mençur. Edhe unë për ty. Naim, ti po na shkatron. Jo, Vera. Mirëmjes. 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 Si e shpresa në sallën e katërt? Shumë mirë, doktoresh. Mirëmjes. 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 Atëre përsërisi. Se ka qezim? Si gjithmonë, doktor. Vera, Ç'është? tradita pra, operacioni I dieshëm. Harove, bashkimi dje operoi stomakun e parë. Ne porcionet tona I gëlltitëm tani të bëfsë mirë. Kurse Stavri më duket se e futi çokoladën në xhep për të fejuarën. Jo, çokoladën unë nuk I ha. Ja shpije gjithë një mbesë, si ajti bashkimi, vërtet? Po, ta besojmë. Po. Mirë atëre Dima. Bashkimi Viktoria dhe unë fillojmë të parët. Operacionin e dytë e kemi po ne. Pastaj juve. Vera, nesër do të heq plumin. Prandaj ne duam Çokoladën, Detyrisht. Pra. Mirëmjes. Si jeni një vetën? Doktoresh, unë të kam pas pak dhimi. Udhimi do kesh sot edhe nesër. Pas nesër do qetësohesh. Me fjalë shkollaj? Si deshe ti të bësh operacion dhe të mos kesh dhimi? Jo, doktor. Sa ti ra që I fle, ha? Bën mirë se na mori më. Petrit, ta bën morfina tropinën? Po, doktoresh. Pse ke frikë? Jo, nuk kam frikë. Më dukesh pak I emocionuar. E po, operacion është. Hajde, s'ka asgjë për të shqetësuar. Po puna ime si do bëhet, doktoresh? Pse mërë lambi? Po ja, u bën 10 ditë që kam bërë operacion dhe akoma kam dhimbje. Tu më shbër diçka fort sigur. Mos u mërzit, durim. Unë nuk kam nevojë për kurraju. Po ju më duket doni mbuloni gabimet tuaja dhe thoni durim. Çfarë durimi? Unë kam infeksion. Jam I sigurt. Po tash ti doni ta mbuloni. Mos kujtoni se jemi gjithë ignorant. Marrim edhe me diçka vesht. Mirë, lambi, do bisedoj me doktor Plumin, qetësohuni. Më falni se u bëra pak nervoz, por dhe ju duhet I pranoni gabimet tuaja.
Kemi edhe gabime, nuk e mohojmë, po ju mos u shqetësoni, infekcion nuk keni. Po çfarë kam atëre? Do ta shohim. Si ke njegjin? Bukuri, po unë këtë rrirat. Veç që thamë vetet jam shtru në spital e përri. Me të thamë të drejtën jam rëzit se nuk jam su me najtë. Nesër ralla jote je i pari. S'ka ma mirë, ta kryj këtë punet shkoj të shpia. Më falë, du me të pyet diçka, po ndoshta edhe gaboj. Folqin. A mund ta di kush do të mbajnë operacion? Njeri nga mjek të klinikës, ndoshta unë. Si ti? Ç'ke gjin? Nuk e besim më? Jo, unë besim me thënë të drejtën kam mjaft, po kam kujtu se ti je infermier. Kush e tha? Jo, unë ashtu këtë kam menu. Po, doktores. Edhe ti nesër. Mirë atëherë, miru pafshim. Bukur. Shumë bukur. Nesër tash po bëhem operacion. Pse menohesh gjin? Ka njëri hallë pse të mendohet në këtë jetë. A do t'i bësh telegram gruas të vi? Çka dresin e mallkum të neja këtu? Si do qoftë një njeri duhet... Nuk ka me mu dasht kush. Po ky çpati, ishte mirë. Atja mirë, frok. Si ke njegjin? S'ka ma mirë. Pata i fjalë me ty. A mundesh me u qu? As bën tu? Hajde për hajrë na kjoft. Çakanov. Kush ta ka ba operacionin ty? S'pava gjapën thanë se doktor Plumi. E mu më kanë lënë me mprejo, cuca. Pra nej du me ik. Kush ta tha? Ma tha vetë mëre, që tash? Ajo nuk e tin se unë me këtë karamaj shpinë. Mirë, po nuk për me ik. E pra, gjinë maneshi nuk ashtë ba këngjë me e pere kushti vi për dorët. Qka din mëra ajo? Një femin e lyme si djalli vetë. Ajo veç me u marrë më ndjelve, po jo me pere gjinë maneshin. Shikoj. Ajo ka bon shkollë për këtë punë. Ma ne i ti nuk jeni pari që do t'jush më do të saj. E ti shketi orë, frok. Unë kam vendos. Tim një më me marrë një atatesha e ti ki pa pakush. Ti bëj si dush, po unë nuk të këshillë me ik. Te kem rëmja shko thuj doktor Plumi që do t'a bësh me te operacion. Nuk mundem, dru se fyhen. Atëherë shko thuj që du me hik dhe marroj buhabeti. Atëherë kanë me fillu, pse dën me ik, si e qysh e tek, e unë nuk di si ti përqeqem. Du me ik, tinc. Si hajnë. Mëra thuj si dush ti. Gjinë manezhi, po na le marrën të dera. Kjo puna jote ka me met historik të në spital. Ma në marrë jashtë e jemi, ortej. Po ti, a mundesh me ndimu? Ti shko në dëmën tane më prit atje. Tash po bisedoj me infermiere, pala në animon. Hyrë? Deshe Gjafro? Si me thanë, dhe po dhe jo. Fol se të një gjojmë. Vetëm me ju kisha një fjali. S'ka gja, fol, doktori është i yni. Hefrok. Gjini dën me hik. Nas një mënyrë, nesër do operohet çështja. Unë nuk di gjën veç ai dën me hik. Po kalove nga dhoma ti, thuj të vi pak këtu. Të shohim si është kjo punë. Me leje, doktoresh? Ç'ke mërë sot i raq? Doktoresh, më se jam i qikënaqëm nga gjini me mustaqe. Pse? A i se çfarë ka dhe s'na letë të gjejmë radion. Më dhamë koka thot, dhe vjen vërdadë në përdhomë. Unë kam ardhë të ankohem. Një gjë sot i raq. Gjini me të vërtet mund këtë dhimje koket. Pra në i të lutem shumë, shko një gjoj e radio një dhëmë tjetër. Shkurdhëro, doktoresh. Ashtu, ti e djali mirë. E ka një halë gjini. Mirë, frok. Shkoj e thire pak. Unë duhet plotësoj edhe një kartel. Ai nuk don që ta bëni ju operacion. Kjo është arsyeja?
Jam su unë tashma, nuk është Gjini i pari. Më kanë refuzu edhe intelektual. Gjini nuk ka faj. Punë që regulot. I thuj Gjini që do ta operoj doktor Plumi. E dini, doktoresh, ne malësorët nuk e kam fjallën për vete, i kemi do mendimi. Gjini është njëri shumë i mirë. Në regull, unë nuk zemërohem. Kështu i thuj Gjinit. Unë nuk po e them kur gjo. Ma mirë thuja vetë se tash po myt. Gjin, operacionin do ta bëj doktor Plumi, se unë do t'je me zanun me punë nesër. Nuk t'vjen keq, e? E po... Merë? Në rregull atë. Aprovuan. Në Kurbnesh. Vera. Mirdita. Mirdita. Vera erdhi? Po, brenda është. Nuk bërë mirë. Ne mund bisedonim shpinë tonë. Edhe kjo shtëpia ime është. Vera, nuk është mirë t'i shqetësojmë printe tu. Mlerat, shko ku t'ke shef. Unë nuk jam e detyru me t'njek. Kur mos arsh, nuk detyron njeri, por vetëm një gjë. Nuk kam dëshirë të një gjoj. Do t'i gjosh se s'bën. Mos u nxeni, me të mirë. Shiko, unë do shkoj, kjo është e prerë. Ti do t'i vish me mua apo jo? Jo. E ke menuar mirë? Po. Në rregull. Mos iti, qëtëso dhe meru një vesh. O, Naimi, ku po shkon? Në shtëpi.
Tani që erdha unë, rreth dhe 5 minuta. Po, Vera nuk është me ty? Aty është. Atëre ku të shkosh? Hajde. Ike palton. Jo, nuk do rri shumë. Mirë dita. Mirë dita. Mirë dita. Çfarë ka ndodhur? Po ja, Naimin e kanë transferuar në Kurbnesh. Jo, mama. Thuaj ashtu si është. Naimi shkoj vetë në Kurbnesh. Vërtet, Naim? Po. Dhe për këtë jeni mërzitur? Vera, shkojmë në shtëpi. Shko. Si është puna? Ta marrin vesh. Do të shkojnë minjerë? Po le të shkoj, as njeri nuk ka drejt të ndaloj. Po, baba. Po kur të shkoj se cili atje ku i pëlqen, gjbet me familjen. Po mirë, ju kini rënd dakord? Jo. Ha, Naim? Jo. Këtu nuk di ç'ten. A je dinte që nuk bie dakord dhe bëri fakt kryer. Mirë do t'ishte ta kishit biseduar. Po me sa di unë, në Kurbnesh ka spital më i bi. Faleminderit, baba. Po dale më i vajzë, mos u ngut, mendohu pa fol. Një gjë, mama. Edhe ti, baba. Edhe ti. Mua nuk ka nevojë të më kapni për dorë të më tregoni rrugën. Dite e zvet. Unë jam kirurg edhe degen nuk e ndroj. Sepse kam edhe unë idealet e mia në jetë si që ka Naimi. Shiko, ne me Verën e zgjidhim vetë këtë punë. Natyrisht do e zgjidhni, është çështje juaj familjare. Vera, hajde shkojmë. Shko, unë do vi ma vonë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Po atje ka spital me bi, po nuk do bësh operacion, po zëre se ndrove degë e mbaroj. Çu them dhe unë. Nuk është mirë kështu, ai atje, ti këtu. Nuk më pëlqejnë mua ndarjet tilla. Hopërë, le të shkoj Naimi. Më vonë shko dhe ti. Për dashurin, njeri u bën sakrifica më të mëdha? Mamaja ka kollaj, në rodeg dhe maroj. Unë nuk shkoj, baba. Asun nuk të detyroj, se ti e ndjenë të si vetë. Por në qoftë se do mendimin tim si prind, them se duhet shkosh. Atje do të djesh pat nga si që t'jepet dhe kirurgjie, ndofta më tepër. Ne sa morëm shtëpi, u gëzuam se po fillojmë jetën si njerëz, dhe na pa pritu në pa kujtu zotnia e ti hedh të gjitha poshtë si pa gjatë keq. Edhe ti e fajtor, se ti e nxite. Pale? Vera, e dashur, do kemi një fëmijë të bukur, djalë, si s'ja preutruni egoistit çmenun. Po për mu, pse nuk mënoj? Çfarë do bëj unë atje? Se ishte keq këtu, por do të shitet revolucionar ma tepër se tjertë. Tani e kuptojën përse Naimi e pas ka bërë fakt të kryer. Dëgjoj këtu më bi. Në qoftë se deri tani thonja se duhet të shkosh, tani them se ke nevojë të shkosh. Edhe unë nuk prisja mendim tjetër. Mos mirë njoh se në këtij populli që të bëri të mjeke atje të shkosh. Vera, po e tepëron. Vera, po filloni ju. Doktor, kisha një lutje. Mundësisht operojnë ju atë malsorin. Pse? Për hatërin tim. Si do qoftë shkaku? Thjesht, zotnia don ta operoni ju. Për ne janë të gjithë pacient. Ai për mua është si trash. Çdo të thotë kjo, doktoresh? Ka disa ditë që nuk jeni në rregull. Kjo do të thotë që ai nuk dëshiron që ta operoj unë. Se është burr me mustaqe dhe preferon ta operoj një burr të qoftë edhe pa mustaqe. Kjo sjellje nuk ju ka hije. Ndoshta.
Jo ndoshta. Po a them përpara kolegëve. Përçmimi ndaj njeriut është cinizëm që ju shëmton si njeri dhe ju ul vlerën si mjek. Operacionin do ta bëni ju. Detyra juaj si mjek është ta bindni gjinin që ai të kuptojë. E shtym për nesër, sot dukeni tepër e lodhur. Me atë nuk flitet. Më lani rahat. Çfarë ke Vera? Asgjë. Do bisedojnë më atë malësore? Jo, do bisedoj vetë. Edhe kjo nuk është parë ti lutesh njerëzve. E po ti ke diçka. Ke ndryshuar 100%. Nuk kam gjë. Po të lutem bashkim ma thirr pak gjinin. Mirë, mirë. E thras unë gjinin, po ti... Nga tjeba. Hajde gjin, ullu. Faleminderit. Po rrin kam. Si të dush. Një gja gjin, unë e mora vesh që ti nuk do në të operosh me mua. Nuk më ngelet as pak hatri. Bisedova me doktor Plumin dhe ai më ngarkoi përsëri mua. Si thua ti? Më pas ka prejnë bes froku. Lënë frokun, po si do bajmë? Ma mirë do t'ishte në veni bajnit në priste kujt i vi për marë. Tash më keni zanë mushte, marrja është e jemja. Puna është që ti të binësh vetë. Me thënë drejtën e shpirtit, kjo punë nuk është përgëra. Pse? E po kjo punë dënë shumë mend. Kurse gruja flokti ka gjata dhe mend të shkurtë, ha? Kushtu thot një fjalë vjetër. Me gjithë se po më fynë, unë nuk zemroh. Doktoresh, a më leni të shkoj të shtëpia? Na kena përgjësi për deri sa ushtrove. Çka me bë? Rreziku jem. Bani si të doni. Gjin! Operacioni është pa rrezik. Ti mos ki frik, siguroj që do të dali shumë mirë. E cili tregtar shau mallin e vet? Ka më operej trupi jem? Mirë atëherë, shko e thuj doktor Plumit që ti nuk pranon. Unë ka që kishe. Besoj u morën vesh. Po pse nuk don doktor Plumi me mba operacion? Shko e pyete vetë pse. E mërë frakt hangshin të reshnit. Edhe atë unë e operoj. Ate e bani doktor Plumi? Doktori bashkë me mu. Edhe ti ke prejnë frakun? Po. A ka me kena ty doktor Plumi? Po gjin. E po daltë për marë, ma gjatë se di. Burri mirë pas ke qenë rfak. Gjin! Gjin! Duhet sqaruar kjo punë. Vera, a i pe fotografitë e simpoziumit shkencor? Jo. Po unë si kisha dalë. Në njerën me si mbyllur. Doktor Kristo kish dalë tamam si shkencëtar. A i është shkencëtar. Kurse doktor Plumi duke i vogël për para doktor Cenit. Ishin të bukra? Të bukra ishin. Kush i ka? Viktori më duket. Viktori ka dhe një letër nga i pacienti i djegur që i bën plastik në buzë. Thoshte përshëndetje atyre që më kthyen buzëqeshin. Është mirë kur na kujtojnë. Ti merr më shumë letra nga ne. Shumica nga gratë.
Operacionin do ta bëjmë pa barë. Nuk do të dhembë. E dini vetë atë punë. Bisturin. Klem. Ke patur fat, ke shpëtuar mirë. Deda ishte i fundin katun për pushk. Kush ishte deda? Ai që më plagosi. Po ty të ka qelluar mirë, ama. Po të shtinte mirë do të më kishte vra. Kalojmë narkoz. Mirë, doktor. Narkoz, thamë. Do të vëmë në gjumgjin, është më mirë. Duroj. Përse të durosh? Ka që ishte puna, Morgjin. Që ishte ajo pasiguri, doktoresh? Nuk e di. Alo? Si urdhra? Doktoresh, ju thrasin telefon. Kush është? Burri më duket. Faleminderit. Alo? Vera. Po fol të paktën në telefon. Pse e ka që mërzitur? Kështu është jeta. Herë gëzim, herë mërzi. Të lutem bashkim, shkruaj ti operacionin. Sa të pikë të cigare? Çfarë ke ndërmend të bësh? Nuk e di. Duhet të shkosh. Mirë se erdhe, nej. Mirë si gjeta. U lodhe? Nga pak. E kam marrë në telefon edhe ma mbylli pa më thënë asnjë fjalë. Nej, ku të banoni atje? Po e për na kanë dhënë një dhomë. Pas nesër do shkoj vetë shoh situatën. Po. Ka kaq ditë që nuk më flet. I doli narkoza? Po, i doli. Tonja tjeda. Si e gjin? Mirë duhet më thënë. Ka marrë dhe 2 herë të tjera, po s'kishte dal bari. Faleminderit. Veç nërën që më ke bënë nuk të harroj. Lene mos e ke ken gabim gjithë ditën.
Do ta shohim kush ka qenë gabim. Mos ki ka sa vet. Krahun ke për ta pas më të fortë se tjetri. Kur ta keme, besoj. Keme po. Veç na ke korit në tonë spitalin. Aha. Na tregovet prapa metun? Fajnë e ke vet. E pse më preven bes? Të prevan bes, po krahu po shnoshet ama. I këmarë mas më qaj kërit, po të shnoshet. Mua kam lëmë shumë. Mirë, po mos e nxej. Hajde Gjavasi. Ta kam thënë që nuk u shpëton dot pa të dredhur mustaqet. Mo hiq mëra. Tash i s'ke që më bën. I këmarë dres. Mama hiq një mëra, ma largoni këtë dres. Ja, po mos thuaj që s'pa ta thënë. Bashkimi dhe Viktori do të asistojnë. Bera në narkoz. Doktor, ma lejoni mua këtë operacion. Përse? Janë operacionet e fundit që po bëj. Shpejti do të largohem nga klinika. Nuk kuptoj. Naimin e transferuan Kurbnesh. Vërtet? Nuk në këthën gjë. Transferoj vetën. Dhe mua morin qaf. Mos egzagero. Në regull, unë asistoj. Bashkim, narkoz. Mua s'më këthën gjë. Kur kështu? Ka disa ditë. Me vjen mirë për Naimin. Kurse për mu ju vjen keq. Thonit drejtën. Vetëm që po ndajemi, asgjë më shumë. Kemi kaluar mirë. Pregatituni. Kolecistit, doktor. Zgjeroj edhe pak. Si duket bashkim? Në rregull, doktor.
këto ditë keni qenë shumë e mërzitur. Mra si bombë. Do prishim planet? Jeta. Maroj profesioni pa filluar mirë. Nuk është ashtu, ti e re. Gjithë se cili më ngushëllon si mundet. Unë nuk të ngushëlloj. Dikur keni biseduar për këtë temë, ti ke kritikuar shokët. Po, atje ku do të shkojnë ato ka sallë operacionit, kurse unë do të lidh gishtat vrarë dhe plagë. Infermier. Mos e banalizo. Ky është realiteti. Si the, ky është realiteti. Po ndihmë shpejt në raste urgjente. Mos haro, ati është minier. Po puna në klinik, propaganda sanitare. E haro Vigjinin. Si ai ka akoma shumë të tjerë. Atje do ke shumë punë, shumë se këtu. Po operacionin nuk do të bëj. Salla nuk e bën kirurgun. Kirurgu e bën sallën e operacionit. Ki e parasysh këtë? Doktor. Po më thuaj Vera, ç'do ndodhte me frokun sikur shokët e rrshenit mos kishin shkuar me një herë? Atë e kam të qartë, po në profesion unë do të bëj në vend numëro. Mjekësia nuk është këns në të cilën ne duhet të bëjmë karrierë. Detyra jonë si mjek është t'i kthejmë njerëzit kudo që janë të shëndosh në frontin e madh të punës. Ky është qëllimi i mjekësisë sonë. Këtu duhet ta gjesh gëzimin si mjeke. Lutem shumë. Ti je mjeke. Çdo të thoshe ti sikur qonin nisin e shëndetësisë. Por në qoftë se do mendimin tim si prind, them se duhet shkosh. Unë do të krenohem kur thonë se filan minatori apo fshatari do të rresh Vera ish këtë jetër. Ti do t'jesh mjeke, jo përgjithësi për punët e shëndetësisë. Duhet të shkosh. Shiko, unë do shkoj, kjo është e prerë. Ti do të vish me mua apo jo? Dhe një këtu, majmi. Në qoftë se deri tani thonja se duhet të shkosh, tani them se ke nevojë të shkosh. Po a them përpara kolegëve. Përçmimi ndaj njeriu është cinizëm që ju shëmton si njeri. Dhe ju ul vlerën si mjek. E po ti ke diçka. Ke ndryshuar 100%. Ne me sa duket e përgëdhelëm Verën. Por ajo duhet të nxjerrë mësime nga kjo mbledhje. Vera! Disa koncepte që as mendon se i ke, shfaqen një ditë dhe se lën të shohësh përpara. Fitosh mi vetveten është me të vërtet shumë e vështirë. Ky njeri do të jetë përsëri ndosh, dhe ti asnjëherë nuk e punuar më bukur se sot. Faleminderit, doktor. Alo? Mirëmjes, Naim. Jo, kur gja. Desha të pyes si je. Nanët tona diftojnë shumë gjana të bukura për Skanderbegun. Thonë sa i ka fluturu me gjithë kalë. Prej kepit gjonit, pum, e në grëk se lit. Në vendin ku ka ra nodhen edhe sot gjurëm të kalit. Kanë met në shkam, ta mënë si kur të ishin met në borë. Këto janë gojdhana Mërgjini, ka kriju populli. Po një kam pa me të syte, balë i gjurëm të kalit. Ka mundësi, po si ka mundësi. Qa kujtove ti marë, se Skanderbegu ka kënë si unë si ti? Këto janë prallat bukura për fëmijë do gjinë. Në është me fluturu, a i nuk ka fluturu, por ka keni shpejt si vetima. Se më ha njëri. Jepi gjin. Ale, forca gjin. Hajde, gjin. Jepi edhe një. Jepi. Provoj edhe njerë gjin. Nuk mundëm. Provoj me dorën tjetër. Mërë punë është me që me dorën e likë, po sa për të shnoshtin? Shumë mirë gjin, shumë mirë. Të lumë të gjithë. Kjo gjena gëzon, kraun e paske për fukurit.
Ky është kraji shnosh, doktor. Kështu na qenë ka? Unë provova me krahin e lik, po nuk mujta, po besoj për 2-3 ditë do mu me mequ. Për këtë s'kemi asnjë dyshim, apo jo, doktorish? Sigurisht. Mirë, shtriute. Petrit i gjenën e përgjithshme e ka të mirë, po ka një farë subfebriliteti dhe pak inflamacion në plagës. Të gjetëm post bukur, me mori në nënta i djallë. Po të ka qefi dhe ty të në rëshmete. Qka me banë, nuk kalohet ko. Po rri, lezo, fli. Jam bremori, leut. Unë do me leviz. Të themi doktori ta heqin atë ati nga sala jonë. Na kalëm tërë natën pa gjumë. Pa e ka pas dhine, mëre. E harrove vetin kërë bane operacion. Unë si haj? Ke pa mazi, si gratë. Gjene thandi, nuk është të vërtet. Nëse elon jemi në regull. Në regull. Hejgjim. Gjini gjenën e përgjithshme ka shumë të mirë. Plaga ja mbyll krejtësisht. Edhe krahun e lëviz mirë, apo jo Gjini? Lëviz mirë, po. Ma shtë në kodorë? Mirë. Unë mendoj të henën të nisim për në shtëpi. Faleminderit, doktor. Në regull gjim? Po nuk ka ma mirë se kështu. Llambi janë kohë, doktor. Ka shqetësime, dhimbje mas ngrënit, vështirësi kur gëlltitet. Unë mendoj të bëjmë një skopi. Nuk jam hiq mirë, doktor, kam dhimbje. Si do qoftë, pak më mirë je. Fare pak mund thush. Shërimi nuk vjen me një herë. E shka mos me llim, doktor. Pa i hanë si thjeger ma gjysë stomaku. S'te pyti njëri ty, dhe mos gënje. Gjinë, lere. Duhet ta është nga prapë dhe gjëra të letë. Mos merr mendin e ti, doktor, unë kam dhimbje. Mirë, të henën skopi. Besoj se mbaruam. Keni ndonjë ankesë? Jo, mjaftu kemi mërzit. Keni pa për ne, sa s'ka mo. Atëre miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Je ignorant. I pa edukat. A ke pa doktoreshën? Shikon dhom në mjekëve. Falim nërës. Hyrë. Mirë se reni. Mirë se vjen. Hajde Gjini. Doktoresh, a mundesh me dal pak? Po si? Më fali një minutë. Gjini. Doktoresh, para se të shkoj deshta me t'i thanë 2 fjalë. Noshta si plak i pa ditun edhe t'kam mërzit. Prandaj, ma ban halal. Të gjithë kena të meta, Gjini. Kryesori është krahu jot. Jo, doktoresh, njeriu ka zemër dhe nuk duhet me vra zemrën e tjetrit. Prandaj ma ban halal, kam qenë gabim. Mirë, Gjini. Edhe ti ma vën halal më. Po ti veç të mirëve keq nuk m'ke bo. Shumë të bukura. Merri. Jo, Gjini. Për sheshe nuk marrim se del si kur po më shpërblind për punën. Ja, e përnesh, po nuk paguhet krajem me një palë qarap. Ate tash e shpërblej partis me punë kooperativ. Kjo është shenjë zemrës mirë. Merrin mos dash me më fyë. Merr edhe ti nga unë. Falim nërës. Tash po ja fali martës, vajzës djalit. Po ti ku e ke mësu këtë zanat? Në fakultet. Na kena shkollën tonë që përgadit mjek. Shumë mirë. E kam një mes. A thu mund po atë lajat doktoresh? Marta? Po. Po si në që klas është? Në klasë... Nuk e di, po edhe 2 vjetë do në me maru shkollën e mesme. Pa tjetër, vetëm të mësoj mirë. Ma me shkru bana babagjishit kur të bëhet i lik. Baba gjyshi është i fort, po të kesh nevoj, hajde të unë të kurbnesh sa, kje do t'jem tashti. Qka po flet bre? Po si? Po ka të unë jem ashtë një orë ljarë kurbneshit. Atim punon edhe djali i vogël. Do të vimet pa. Edhe ti këthet e kulla Gjenzefi sa herë qesin rruga nej. Pa tjetër. Kanë me të mësy gratë kur të vish atje. E po, miru pashim. Mjesha mirë për ty e turit nëra. E jam në ne me gjithë zemër. Njerëzit kanë me të dasht. Miru pafshim, Gjini.
Gjin, mos harro të bësh lëvizje që të kam thënë. Po, po.